hetimet dhe gjykimet do të jenë me personin, jo në mungesë, për personin në sallë, i cili mund t'jap reagimet e veta, qëndrimet e veta. E qartë. Mirë, duhet kalojmë në një tjetër çështje tani, duke qenë se ka patur tronditje në qeveri, ikën gjysma e kabinetit qeveritar. Çështja Balluku është ajo për cilën e kemi folur shumë dhe gjatë në këtë studio, sikurse pjesa e akshit tani një dosje për cilën po komunikonim edhe jo më larg se mbrëm me zotin Bardi, 16.000 faqe, ku tha zoti Bardi e kam lexuar të tërën për 10 ditë, episode të zbuluar nga ajo dosje, po në ç'pik janë hetimet për Ballukun? A mund të kemi një rëndim të akuzave për të Po e nis me këtë të zotit Bardi. Pas ka gjuar kohën kot, po më zgjinjem prapë, sa ish jurist. Dhe e di që 16.000 faqe nuk janë prova dhe fakte. Tani nuk e di qa qefi kanë të spakut, që të qojnë dosjet masive, 60.000, 70.000. 1.000 për atyra. Po jo më nëzirë, po s'ka nevoj më 100. 10, për mua janë 10 mjeftojnë. Merë ekstraktin pëse e lë volum, është volum. Dhe ato janë të gjitha përsëritje. Ne kemi sot vendimet masa sigurisë që janë 200, 300 faqe, 400 faqe, dhe dalin publik ato, rridhin. Mirë, dakord, okej. Prit pra, kjo është gjitha një fasadë. Mas sigurie, 3 faqe mjeftojnë, mas sigurie. Pse duhet qoshti? Tani, a mund më thoshti kush nga ata deputetët e Komisionit Mandateve ka cilësin e të hetuarit të 16.000 faqe? Nuk i mban dot në linjë, ti shletosh 16.000 faqe, të lodhin. Jo më të hysh, ti lexosh, ti analizosh dhe të arrish dhe përfundime. Mi po dhe spaku për t'i rënë shkurt dhe për t'i bukosur ata, naj një herë gjitha, merën ju. Ti ke parë avokat në spak, që kanë gjyqin për klientët tyre, shkojnë me karroca. Me karroca se s'mbajt dosë, me karroca marketi. Se kështu e ka bërdosin spak. Mirë, hetimet për Ballukun tani. Në të shpik janë nga ajo sa thuhet dhe çfarë është në vërtet. Kam qenë i ftuar këtu te ty dhe kam thënë që kryeministri do ta riformatojë qeverinë. Po, e vërtet. Kam thënë do ta riformatojë. Kjo është zgjidhja për Ballukun, nuk ka zgjidhje. Ai u tregoi zotin, ai mori dhe ca javë, se unë mendoja nga fundi janarit, ai e çoi deri në fund shkurtit, i mori dhe ca javë. Por nuk ishte shpëtim. Balluku ishte e ezauruar, nuk kishte shpëtim për Ballukun. Pra, nëse unë do t'isha këshilltari, do t'i thoshe që në fillim që, shiko, merr me çështjen tënde. Çdo mundësi tjetër do ta rëndoj pozitiv. Këtu është çështja. Në fakt, nga fundi i tetorit, dhe fillimi i nëntorit, dhe deri sot, si ka ardhur çështja e Ballukut? Duke u rënduar. Pse u rëndua? Pra, u rëndua për shkak të qëndrime politike. Pra dhe spaku ndoqi rrugën tjetër, u rëndua dhe ata, mos kujtoni se ata si janë hakmarrës. Po tani në ç'kushte jemi, a do të ketë përsëri një rëndim? Disa inaçinj janë se ke idenë që inaçinj janë ata. Po inaçinj kështu të papar. Nuk e ke idenë. Edhe prokurori që ka çështën. Dhe kanë dhe një gjë tjetër, që ata kanë dhe një gjë tjetër, duke qenë se kontrollojnë gjykatën, ata zgjedhin dhe gjyqtarë. Dhe prandaj sot njerëz se thonë, pse merren ju me spakun, s'merren me gjykatën? Se gjykatën e kanë në udhut ata. Gjykata është përgjim nga spaku. Është në një godinë me spakun, pra i ke familiarizuar, dhe duke ndërë bashkë gjithë ditën ata, i thotë e mi biçi këto se ti zhjetë prova më vonë. Unë shoh vendimet atje. Kërko që të dosh, më të kërkoj avokati i çfarë të doj. S'ka, dominatohet vetëm kërkesa e prokurorit. Nuk ajo që thoshte kryeministri që bërtiste, shqyr që i erdhi dita më në fund, që këtu zhdukur institucioni pafajësisë, po më e kemi, edhe në kohën e Enverit nuk ka qenë ky lloj rendimenti i vendimeve gjyqësore në mbështetje të spakut. Po të flas pak më vonë për atë. Tani kthehem te kjo e Ballukut. Kam qenë një rëndim të situatës. Kam qenë i bindur që në fillim që Balluku, domethënë nuk kishte shpëtim nga kjo situatë. Po, e thatë këtë, jeni koherent. Nuk kishte shpëtim dhe jo më kot e theksova këtë gjë, sepse nuk shikoja zgjidhje tjetër për të. Ajo që nuk më pëlqeu dhe kam thënë dhe herën e parë kemi qenë bashkë, që spaku zgjodhi një rrugë të ndryshme nga herët e tjera, nuk shkojnë kuvend direkt, po e mori një herë pandehur. E mori një herë pandehur dhe pastaj shkoi për masigurie. Ndërkohë, mua më ka marrë në gjykim, në kështu, vetëm në hetim, kam qenë me masigurie, mas një vit e gjysmë është komunikuar statusi i pandehur. Si ishte mundur që kjo zonjë aty, numri 2 i qeverisë, që menaxhon miliarda euro të taksave të shqiptarëve, ti si institucion sillesh në këtë formë. Ti e ke rrugën e shtruar, se ke ndjekur rrugë tjera. Gjithsesi dhe kjo iku. Pra sot ndodhemi para këtij fakti. Aktualisht, për nivelin e asaj që është publikuar në media, për debatit politik që është bërë, debatit në gjykatën kushtetuese,
niveli i akuzave që ka Balluku janë fare minimale. Po pra. Tani këtu, Balluku është për akuza fare minimale, krahasuar me ato që ne kemi për thënë. rëndim akuzash, mund të kemi sa afërmi për Ballukun? Derisa ta kanë çuar 16 faqe, çai pengon ata? Që mund të gjeni, sepse në fillim nisi vetëm për shkelje barazie në tendera. Pastaj kaluam te tuneli Llogaras, pastaj na dolën dhe lotet e Po mirë, vetë ju këtu përfshihet pjesa e korrupsionit? Po nuk e kam pra atë, nuk është për korrupsion akoma. Nuk është për korrupsion. Pra, deri tani nuk ishte komunikuar kjo akuzë, ne nuk e kemi parë. Prandaj po them që akuza që ka Balluku deri sot, dhe prandaj na sulin gjithë mbrojtësit e qeverisë dhe të Ballukut dhe na thonë na nxirrni faktin, na nxirrni provën. Sepse vetë prokuroria nuk e ka marrë deri tani për akuza më të rënda. E ka marrë thjesht, si them unë, ka gjetur një gjë për ta kapur. Ndërkohë aty ka gjëra shumë më të mëdha. Tani çfarë di ti nga dosja e Ballukut? Nuk ka nevojë nga dosja më të shdiu, se unë nuk e kam shtuar, edhe e para nuk e kam shtuar 16 faqet, e dyta po nuk e ke. Ka një vendim, jo, ka një problem tjetër. Edhe çfarë mund të kem unë? Ka një vendim edhe të GKK-s, edhe të SPAK-ut që publikimi i elementeve që janë atë dosje përbën sekret hetimor. Dhe shkon në kokën e burgut. Unë po shkoj për 20 janarin, jam më shkokan për këto. Tani harroje këtë gjë dhe mos prit dalë. Nga dosja e Ballukut kanë dalë shumë pak gjëra. Madje kanë dalë ato që ka dalë. Si ishte kjo 21 janarit, se nuk e ke thënë? Ato që ka dalë Balluku. Ta thash tu pra se duan burimin, po. Duhet burimin, duhet burim. Ajo që diskutuam herë tjetër, vazhdojmë këngulin. Dhe nëse ti refuzon, është kjo tjetra. Patjetër, nëse shkohet te seanca teke me tek gjyqtarët, seancë sekrete qoftë, me tek gjyqtarët, tek prokuror, s'ka rrugë tjetër. O tregohet burimin do shkosh në burg. S'ka dy. Çfarë do të bësh? S'ka rrugë tjetër. Sigurisht si mund të tregoj burimin. Që do bëj? Do i them burgu të hapu, tani çfarë them? Do i them edhe kur vetëm burgu do më çoni, sepse me gjithë ata atje brenda i kam vetë dëshmitarë në procesin tjetër, se kështu kemi 4 të dënuar me burgim përjetshëm, 2 vrasë për pagesë, ku do më çosh atje? Ku do na çosh? Qofse ti e ul standardin kaq keq dhe kaq, domethënë kaq poshtë. Tani themi te pjesa jonë. Pra, ajo që është sot në diskutim, që më në fund Balluku u largua dhe s'kishte mundësi, dhe nuk kishte mundësi mbrojtje tjetër, pra Rama i dha mundësi sa mundi. Kjo historia që iku Lubia, që e përdor opozita, dhe erdhën 3 vartës së saj, më the thash, për mua nuk ka asnjë vlerë, sa tjetër Rama, gjithë tjerët aty janë numëror. Ai mund t'i heqë, mund t'i vej. Jo, po thuhet që janë njerëz të Ballukut apo jo? Nuk ka njeri, edhe Balluku vetë ishte njeriu Ramës. Okej. Tani, të fillojmë si e nisi Balluku dhe si unë gjitha që lartë, dhe si për ka që fuqishme, na e tregonte sot statusi i Elisës Spiropali. Pra, shiko, dhe atje brenda që ka ndodhur. Te kjo pjesë, se nuk do t'i iki pyetjes. Pra, pyetjes që më bërë ti. Sot, niveli i akuzave që është ngritur për Ballukun, i fakteve, i ngjarjeve, i skandaleve, i abuzimeve që janë publikuar, është shumë herë më i madh se akuza zyrtare që ka SPAK. A mund të rëndohet? Kjo është çështje e tyre. A mund të rëndohet? Prova, a ka prova? Ata i diskutojnë. A ka sa duash, unë po them, kanë dalë pafund. Vetë si e shikon? Se puna që e shikoj, unë më duket pse kanë humbur kohë deri tani, se këtë punë do ta kishin bërë që në Por dorë. Rama sa afër është një situate që do ta ndërlikonte shumë pozitën e tij, se deri tani ishim në këto zvaritje të mban se mban Balluku, është vetë Rama, s'është vetë Rama që detyrimisht. Që do ta mbaj dot. Thjesht ka marrë kohë, ka fituar kohë. Ke parti shkon në fletëri e Ramës si deri tani? Jo. Pra ne kërkojmë që SPAK-u të bëjë një gjë që duhet ta bëjnë shqiptarët. Ta bëjmë ne. SPAK-u nuk e bën dot. Dhe mund të kërkojmë SPAK-u të bëjë këtë gjë. Sepse edhe SPAK-u në vetë nuk operon si një skuadër. Edhe aty janë të ndarë grupe. Bilesisht, unë e kam thënë, ishte tejet e gabuara pjesa për të ngritur kult e individësh, që ky prokuror i bën, ky tjetri s'bën. Jo, skuadër. Ajo është një skuadër. Nëse ata nuk operojnë si skuadër, nuk kanë shanse që të kenë, mund të fitojnë një betejë tek tuk, por luftën se fitojnë dot. Kështu që në rastin konkret, a kanë ata prova dhe a kanë element për të shkuar tek kryeministri?